Garrisni gjatë gjumit, zbuloni recetën natyrale që do t'ju lehtësojë jetën. Garritja është një problem që prek shumë njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdisshme e garritjes gjatë natës pris gjumin në çdo personi me të cilën ndani dhomën. Garritja ndodh gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes. Zakonisht garritja konsiderohet si një çrregullim i gjumit dhe sipas intensitetit mund të ketë pasoja serioze mjekësore dhe sociale. Në botë gjenden produkte të pafundme kundër garritjes, por shumica prej tyre nuk kanë rezultate efikase. Ndonse nuk ka një recetë, atëherë mund të përdorni edhe kamomilin. Vetit antiinflamatore të kamomilit mund të parandalojnë gjërësisht këtë shqetësim. Ai qetëson nervat dhe muskuj të fytyrës dhe ju ndihmon të flini më mirë. Merrni një lugë çaj me lule kamomili, hedhini në një xhezve me ujë të vluar, e lini për 15 minuta derisa të nxehet dhe të çlirojë substancat e nevojshme të ujit. Pasi mund ta keni kolluar, e konsumoni atë 30 deri në 45 minuta përpara se të flini. Edhe përdorimi i vajit të ullirit mund të jetë një alternativë shumë e mirë për ju.